Shpresoj që të kemi mundësi të bisedojmë prapë më vonë për problematikat e çështjet e tjera të arsimit. Profesor, unë ju falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën. Isha me profesor Fatmir Vejsiun, ekspert arsimit dhe mësues matematike, folëm për provimin e maturës shtetërore të matematikës dhe problematikat e maturës shtetërore në tërësi, si dhe të arsimit. Shkëpunemi për pak dhe me njëherë kthehemi. Mirë, ja ku jemi rikthyer edhe në pjesën e fundit të aktualitet për këtë të njëjtë. Në fakt, do të flasim për turizmin, duke qenë se mesi i muajit qershor, i muajit të parë të verës ka kaluar dhe temperaturat janë gjithmonë e në rritje dhe turistët janë gjithmonë e në ardhje më shumë se sa muajve të tjerë, po themi, nga janari deri në maj, kështu që është e nevojshme të flasim pak për mënyrën se si po organizohet, po themi, sezoni turistik në këtë sezon veror 2025. Për të folur për sezonin turistik, por sidomos për problematikat që ka në të kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me studion time, Jetmira Hoxhën, eksperte turizmi. Jetmira, shumë faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Po ta nisim pak me shifra pompoze se pse jo, Shqipëria i meriton për të gjithë panoramën dhe mjedisin e mrekullueshëm që ka. 2.4 milion turist, po themi është shifra që është dhënë për vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025. Po themi nga janari deri në prill, kam përshtypjen që më shumë do të jenë duke u bërë gjatë kësaj periudhe, sidomos edhe me hapjen e tunelit të Llogaras dhe me facilitetet e tjera. Pyetja ime është, a jemi të përgatitur për një verë me miliona turist? Atëherë, puna që ne kemi bërë gjithë këto vite, reklamimi i Shqipërisë, pasuritë tona natyrore, gjithashtu dhe pjesa e Bregdetit, riviera që neve kemi, por rikthehet duke me numrat e turistëve që ne kemi patur vjet, edhe këtë vit, le të themi që është një punë e shpërblyer. Patjetër ka ndikuar gjithashtu dhe hapja e aeroportit të Vlorës, reklama që është bërë, media që po flasin anë mban botës, është një plus për vendin tonë. Hapja e tunelit të Llogaras ka lehtësuar disi pjesën e varqjes në zonave të jugut, por le të themi që deri diku ne ende nuk jemi të përgatitur për të mirëpritur gjithë këta turistë. Nuk jemi ende të përgatitur plotësisht. Po çfarë na mungon se ardhja e miliona turistëve është lajm i mirë vërtet, edhe për ekonominë, edhe për punësimin, edhe për njohjen dhe marketingun e Shqipërisë, po çfarë na mungon? Atëherë, si fillim neve na mungon pjesa e infrastrukturës, le të themi. Hapja e tunelit ka të mirat dhe të këqijat e veta. Sa do të thotë që sjell përfitim në pjesë humbin banorët lokale të themi, sepse është shmangja që është bërë, më përpara mund të kishin përfitime pjesa e restoranteve, butina që ndodhen në Llogara, por tani më duke anashkaluar këtë gjë, kjo është një humbje. Gjithashtu është pjesa e rritjes së çmimeve, le të themi, që kjo ndikon shumë në pjesën e banorëve, që i vret ata deri diku në pjesën e çmimeve, sepse do rritin qerat, rriten shpenzimet e tjera. Kështu që kjo është një pjesë e keqe deri diku. Shiko, se me qenë se më përmendet çmimet, a e ke parasysh që gjatë sezonit turistik, besoj e ke parasysh, sigurisht për shpyetje retorike, që gjatë sezonit turistik edhe banorët edhe turistët blejnë dhe operojnë me të njëjtat çmime? A mendojnë që është e drejtë një gjë e tillë? A mos duhet të ketë, po themi, çmime, po themi, më të ulta për banorët? Bie fjala për shembull në lungomare në Vlorë. A është e drejtë që të funksionojnë me dita të çmime dhe banorët e zonës edhe turistët që vinë nga Spanja ose nga Portugalia ose nga Polonia? Për mendimin tim duhet të ketë një kontroll. Mos pasja një kontrolli nga autoritetet lokale, kjo ndikon, sepse nuk mundet që një lokal të paguajë të njëjtin çmim si një turist. Duhet të ketë deri diku një diferencim çmimesh. Këto po e hasin faktikisht pjesën e çmimeve, qoftë edhe banorët lokal, por edhe turistët. Sepse dhe vetë ata ankohen për pjesën e çmimeve, duke qenë se ka dhe nga ata turistë që janë rikthyer për të dytën herë në vendin tonë dhe thonë që vjet ka qenë ndryshe, por këtë vit është rritur kaq shumë. Qartë. Në fakt, mua kjo më kujton edhe vende të tjera të cilat aplikojnë këtë dallimin e çmimeve midis turistëve dhe banorëve vendas për sajte të ndryshme turistike, arkeologjike, muzeale. Megjithatë, duhet kalojmë një pikë tjetër që ka të bëjë me infrastrukturën. Po më thuaj. Jo, doja të thoja, domethënë që ajo është aplikohet kudo dhe në vende të tjera. Por, le të themi që deri diku ato kanë një kontroll, por tek ne mungon kjo pjesa e kontrollit dhe kjo sjell një pakënaqësi për pjesën e turistëve. Qartë.
Siç të thash, doja të përmendja pak pjesën tani të hidhesha në një temë tjetër, tek infrastruktura edhe tek transporti që gjatë sezonit turistik, jo vetëm sigurisht, po gjatë sezonit turistik sidomos është mjaft e rëndësishme. Tuneli Llogaras që përmendëm e ka shkurtuar rrugën nga mbi gjysmore në 5 apo 7 minuta, po themi. Nga anën tjetër janë shtruar shumë akse që lidhin, po themi, zona të ndryshme turistike ose zona me interes të veçantë. Megjithatë, ku vijon ti shohësh problemet, po themi, në sezonin turistik sa i takon infrastrukturës? Mungon një organizim i transportit publik. Le të themi që turistët që vinë në mënyrë individuale, turistët backpack, nuk janë aq shumë të organizuar. Nuk ka një orar zyrtar, ato nuk gjejnë informacione në pjesën e internetit kur niset vendi i nisjes, transporti që ndjek, mungon transportet, le të themi në pjesën e Sarandës, transportet lokale mungojnë. Persona që vinë me transportin e tyre kanë më të lloj, pastaj pjesa tjetër e turistëve që vinë në mënyrë individuale hasin këto lloj problemesh. Në fakt, çfarë nga bisedat që mund të kesh bërë me turistët sa i takon çështjes së transportit, çfarë të kanë thënë tjetër? Do të thënë çfarë problematikash përveç ndoshta mungesës së orientimit ose mungesës së një transporti të mirë? Është mungesa e orientimit, është mungesa e çmimeve të taksive. Jo më larson vetë hasa me disa turistë javën që kaloi në terren, që taksisti kërkonte 12 euro për një distancë të shkurtër. Kjo është një pakënaqësi për pjesën e tyre, sepse nuk përdorin taksimetër, nuk japin pjesën e faturave. Kjo është një problem për sa i përket pjesës dhe reklamimit të vendit tonë. Pra, shihet si abuzim, po themi, kjo pjesa e taksive që abuzojnë me çmimet? Kjo është abuzim. Unë e përmenda dhe pak më përpara, duke mos patur një kontroll, patjetër që abuzohet me pjesën e çmimeve. Le të themi që kanë 2 pjesë nivelesh për banorët lokal që ju flasin shqip, i japin përdorin vetë taksimetrin, por kur e kuptojnë që janë turist, ato përdorin një variant tjetër duke mos taksimetrin. Kështu që ata janë të detyruar edhe të përdorin mjetet të për të lëvizur. E kuptoj. Dhe ky sidomos bëhet problem në kushtet kur mungon kontrolli ndaj këtyre mjeteve për transportin e turistëve të huaj, besoj, apo jo? Patjetër që po, sepse kjo sjell pakënaqësi dhe nervozizëm nga ana e tyre. Le të themi që ato orientohen vetë, por duke patur këtë lloj orientimi dhe këtë lloj pakënaqësie, ato thonë që pse abuzojnë me mua. Se ky është patjetër një abuzim i pastër. Qartë. Ndërkaq për të lëvizur midis qyteteve të ndryshme janë këto stacionet ndjes të autobusave ndërurban, të cilat nuk e di sa të aksesueshme i shohin turistët apo i shihni ju, po them, të vendosura në pikat skajore të kryeqytetit. Është mungesa e sinjalistikës dhe orientimi. Le të themi që mungojnë sinjalistikat e duhura që turistët orientohen lehtë. Gjithashtu mungojnë dhe oraret, tabelat, kur është nisja, ora e nisjes, kur është radhës. Le të themi që duhet standardi europian për pjesën e lëvizjes të transporteve interurbane. Qartë. Kjo është një problematikë që e evidentove për mendimin tim me shumë saktësi. Megjithatë të mos flasim vetëm problematika tjetër që neve kemi është ne hasim probleme me grupe që ne sjellim me autobusat. Le të themi që nuk mungon pjesa e parkimit të duhur. Do të thotë që për pjesën e autobusave nuk ka një vend parkim ku të ndalojnë autobusat dhe turistat mos duhet të ecin shumë. Nuk të lënë të ndalosh qoftë edhe 5 minuta sa të përgjithësisht turistat, dhe kjo është një mungesë dhe pakënaqësi gjithashtu nga ata sepse nuk e mbulojnë dot. Qartë, do duhet, nga që vendet e parkimit janë shumë të pakta, po themi, dhe do duhet që të vendosen me blokazh diku në rrugë dhe aty për aty t'i zbresin turistat, dhe unë e kam parë këtë situatë në fakt. Po thuaj se nuk ka fare, dhe kjo ndikon është një përvojë negative për pjesën e turistëve, sepse nuk ndalon dot aty ku duhet. Le të themi që parkingjet janë shumë të pakta, apo qoftë në qytetet bregdetare, le të themi që pothuajse parkim nuk ka fare dhe hoteli që ofrojnë parkimet janë të pakta, por turistët duan atë kënaqësinë e vet, le të themi që t'i kenë dhe të orientohen lehtësho, dhe ne ta kemi si guida, qoftë edhe si agjenci, të kemi facilitete në pjesën e transportit. Qartë.
Dua të kaloj në një tjetër pikë tani, e cila është mjaft e marketuar, po themi kështu, por mund të ketë edhe probleme nga ana tjetër që merreni me agjenci turistike dhe me turistët i dini më mirë se ne. Miliona euro janë investuar në resorte mega luks, nëse mund ta shpreh kështu, në të gjithë vijën bregdetare me marka të luksoze që janë ndërtuar dhe publikohen këtu në Shqipëri. Në fakt, nëse mund të pyes nga përvoja jote e viteve të fundit, apo kthehet edhe e këtij viti, e viti 2025, apo kthehet Shqipëria në një parajsë turistike të mirëfillt? Po kthehet. Brendi i hoteleve 5 yje luksozeve që ne kemi marrë dhe kjo i bën përshtypje dhe turistave. Më përpara ne këtë gjë nuk e kemi patur, por reklamonim Shqipërinë me pjesën çfarë neve kishim, historinë, pjesën e bregut që neve kemi shumë të bukur. Reklamimi i hoteleve 5 yje dhe ka dhe nga ata turistë që e kërkojnë këtë gjë, patjetër që ndikon pozitivisht në reklamën që neve i bëjmë vendit tonë. Sepse besoj turistët janë në kërkim të kushteve të mira, po them, të pushimeve, jo vetëm të natyrës dhe të bregdetit shqiptar. Po patjetër që po, sepse ka nga ata që duan edhe pjesën e natyrës, po duan edhe pjesën e luksit dhe ka një alternim ndërmjet të dyve. Po shikoj, e di pse të pyes, sepse ne kemi pas këtë idenë e gabuar, kam përshtypjen unë që turistët vinë këtu për natyrën se kushtet e mira i kanë andej nga vinë. Po si duket kjo nuk është e vërtet, ka qenë një paragjykimi i ynë ky, apo jo? Është, por dhe ne tani duhet ta mbrojmë pjesën e natyrës tonë dhe jo të lejojmë që ky numër i madh turistësh që po vjen në vendin tonë të përfitojnë nga pjesa e kësaj gjëje dhe ne ta abuzojmë me natyrën dhe me mrekullitë çfarë ne kemi. Qartë. Kur në Shqipëri vinë brende, a ngrihet, po themi, turizmi shqiptar në standardet ndërkombëtare, pra vlerësohet sipas standardeve dhe hyn në rankimet ndërkombëtare? Tani unë nuk e di si ta shpreh terminologjinë turistike, po ti ma kupton pyetjen, besoj. Patjetër që e kuptoj. Ajo lançohet, por le të themi që edhe kjo gjë ka të anë negative të vet. Po? Një hotel me 5 yje që janë hapen këtu tek ne, brendi i hoteleve me 5 yje që janë hapur tashmë dhe funksionojnë në zona bregdetare, shfaqen nga ata mungesën e vet, siç është pjesa e punonjësve, e stafit, që të menaxhojë pjesën e hotelit dhe kjo hastet jo vetëm te brendet e hoteleve me 5 yje, por qoftë edhe në agjencitë. Qartë, e kuptoj. Dhe unë jam kurioz të di, për shembull, cilat janë kombësit që frekuentojnë nivele të ndryshme, po them, hotelesh apo resortesh apo pushimesh luksoze. Pra, gjermanët frekuentojnë pushime të këtij standardi, po them, ose polakët, portugezët, nuk e di. Atëherë, kemi europianët perëndimor, si italianët, gjermanët, britanikët. Por kemi vetë turistë nga lindja e mesme, që ata filluan të vinin së shumti për shkak të gjendjes aktuale, faktikisht ato janë ndaluar këto turimet, që e preferojnë hotelin e 5 yje dhe e preferojnë luksun. Le të themi që dhe ballkanasit shpesh zgjedhin ofertat ekonomike, por tani më ato po rikthehen dhe po ndryshojnë duke zgjedhur hotelet me 5 yje. Kështu që ka marrë një ktesë ndryshe. Pra ka një rritje të standardit pushimeve, po them edhe tek ballkanasit, jo vetëm tek europianët. Po. Okej, kjo është... Ka me kjo vjetre edhe këtë vit në po e hasim shumë. A është e vërtet ajo që thuhet që gjermanët më shumë preferojnë Kroacinë se Shqipërinë, apo është paragjykim? Jo, s'ishte paragjykim. Ato mund të zgjedhin të ndajnë pushimet në dy vende, qoftë në Kroaci, qoftë në Shqipëri. Por ka gjerman që deri tani krahasuar me vjet numri është në rritje. Jo vetëm i gjermanëve, por edhe i holandezëve, edhe i belgëve. Ne po vëmë re edhe nga Amerika që po vinë turistë që po preferojnë, ato dije që duan turizmin e luksit, por ka një ndryshim goxha. Kjo është gjë pozitive. Në fakt, duhet idhet me të çështja e fundit, cilat janë destinacionet më të kërkuara turistike të Shqipërisë dhe si, po them, i orientoni turistët e huaj drejt këtyre destinacioneve, si i përgatisni, si i çoni atje? Atëherë, e para njëherë varet nga lloji turistëve që vinë në vendin tonë dhe çfarë kërkojnë ata. Okej. Çfarë mikpritje së ngrohtë dhe bukurive natyrore që Shqipëria ka dhe ofron, fillim ne orientojmë Beratin, që i orientojmë ata dhe i themi për historinë, për pjesën e kuzhinës tradicionale, për mikpritjen, kanë Beratin, por gjithashtu kanë edhe pjesën e bregdetit siç është Saranda, me butrintin që ofron një bukuri tjetër.
Kemi pastaj pjesën e Krujës, që kanë për të vizituar muzeun etnografik, gjithashtu kanë edhe muzeun e Skënderbeut, që aty fillon dhe pjesa e historisë. Ka goxha gjëra, do me thënë, orientimi nga ana jonë nuk mungon për të orientuar dhe që ata të largohen me një përshtypje goxha të mirë nga vendi ynë. Po, ti më përmende vetëm kështu sajte, po them, historike dhe arkeologjike dhe muzeale. Nuk më the për... Ne kemi edhe Thefin. Unë nuk ta përmenda Thefin dhe pjesën e Valbonës, që ka dhe nga ata turistë që e duan Thefin dhe Valbonën dhe përfitojnë nga Shkodra, vizitojnë Shkodrën kalan dhe fabrikën e maskave, që mbeten të mrekulluar, dhe pastaj kalën në Thef. Në fakt duhet të të pyesja edhe për pjesën e plazheve, po ti shumë mirë që më the për pjesën e turizmit malor. Me qira fjala, sa i takon turizmit malor, vetëm Thethi dhe Valbona janë më të preferuarit, apo ka edhe vende të tjera për shembull? Për momentin është vetëm Thethi dhe Valbona. Ne do duam të fusim vetë destinacionet e tjera, siç është edhe pjesa e Kuksit për ta vizituar, por duke prekur vetë dhe kjo mbetet për 2026, për 2025 është mbyllur pjesa e Thethit dhe Valbonës. E kuptoj. Sa i takon pastaj destinacioneve të plazhit, meqense jemi në ver, kush prevalon më shumë në guidat tuaja, po them? Shëngjini, Velipoja, që e preferon shumë, gjithashtu edhe Durrësi. Por pjesa e Sarandës dhe e Vlorës është disi, sepse për shkak të trafikut që atje krijohet me numrin e turistëve që është gjithmonë në rritje, është pak sa problem dhe kjo i nervozon turistët. Në fakt më befasove, se mendova se do thoje Saranda dhe Vlora të parën, në Riviera, po themi, pjesa e bregut, por Velipoja, Shëngjini dhe Durrësi janë të jashtëzakonshme dhe shumë të bukura, po nga që kur mendojmë plazhin, mendojmë jugun zakonisht edhe, prandaj u befasova. Ne mendojmë jugun, por varet turistët që vinë në mënyrë individuale, patjetër që e preferojnë pjesën e Sarandës, pjesën e jugit. Por varet nga janë të organizuara edhe nga